që thonë zërëja i raporton kuvendit, cilit kuvend s'ka kuvend, edhe zërëja bën kushtimisht me thonë, qka dënë çmimet e rrimës shkojnë për pjetë dhe si e përgjithësi kërkush. A ndodhë dhe si vjetë që kjo? Po gjasat janë që me ndodhë. Sakt. Më shumë gjasa ka me ndodhë, se sa mos me ndodhë. Edhe kjo është kostoja ekonomike faktikisht e krizës politike, e cila lidhët sidomos me energjin për shkak edhe të rritjes çmimeve dhe inflacioni, por edhe për shkak të dyshimeve për keqpërdorime. Në fakt, energjia ka qenë një prej pikave më të dobta të kësaj qeverie, por njëkohësisht edhe një prej pikave më të pashfrytzuara prej opozitës, për me ndërtu një kauz kundër qeverisë. Me përjashtim të disa zërave individual, asnjëra prej partive politike opozitare nuk ka arrit me ndërtu një kauz mbi keqpërdorimet ose dyshimet për keqpërdorime në fushën e energjisë, të cilat qytetari i Kosovës i ndjen në lëkurën e vet, i ndjen në fatura që i paguajnë gjithë në fundin e muajit. A do ta kemi situatën e ngjashme në vazhdim? Situata është goxha e paqartë, në kuptimin e konstituimit të institucioneve dhe zgjedhjes së presidentit. Pse? Unë gjithë komentu që në momentit që certifikohen rezultatet, fillojnë me rrjedh afatet, krejt është mirë, votat janë. E vetmja gjë e mirë është që afatet janë të qarta. Edhe presidentja duhet me u zgjedh, pothuajse një muaj prej datës së sotme. Po. Edhe në këtë rast, me zgjedhja presidentës, të gjithë e dim që kërkon 80 vota korum në parlament. Opozita aktualisht i ka votat për ta bloku këtë proces, kuptimin që nëse gjitha partitë opozitare nuk votojnë, ose nuk e bëjnë korumin, shto këtu edhe listën sërbe, cilja gjithashtu nuk besoj që do ta bëj korumin, atëherë... Pse? Po, duke supozu që lista sërbe në asnjë lloj variante nuk hyn. Pse duhet lista sërbe me ka votu Vjosa Osmani vjerën e kalume, a ka qenë në sallë? Ka qenë një njeri, për një kam pas nevojë, një kam prodhun vendxharis, ose dy. Po, në këtë rast duhen pak ma shumë se një. Sipas matematikave, janë dikut paktën 5 deputet. Po, ata kanë qenë konstruktiv, sa ka pas Kosova nevojë për ta. Atëherë, nëse lista sërbe e ndihmon konstituimin e institucioneve, pse duhemi ne me u anku për të që është kundër Kosovës. Një parti po ankohet. Pikërisht një parti, nëse lista sërbe e bën korumin, atëherë ajo është duke e bën një kontribut shumë të madh për funksionalizimin e të gjitha institucioneve në Kosovë. Ka nivel komunal, që kjo parti ka koalicion me listën sërbe vene? Edhe në nivel komunal, po kjo parti është brenda rregullave të kësaj republike, në kuptimin formal, kështu që mirëbon nuk po e llogaris listën sërbe si pjesë të kombinatorikave për me bë korumin. Okej. Dhe në këtë drejtim, pa një dakordim me një prej partive opozitare, PDK ose LDK, po duket shumë e paqartë zgjedhja e presidentit. Dhe mos zgjedhja e presidentit na çon sërish në zgjedhje. Edhe në këtë situatë, Smerat kush me çmim të rrimës. Smerat kush me çmim të rrimës, dhe merremi prapë në zgjedhje me fushate, me... Ndoshta që të veç që shë ndërprej, zëreja është agjencer i pavarur. Do me thonë, dhe që i raporton.